e politikanëve të Kosovës, përballë këtij realiteti të ri gjeopolitik, është që të formojnë një qeveri të qëndrueshme. Kjo do mbetet për tu parë, me gjas javën tjetër do të ketë një panoramë më të qartë. Ajo çfarë unë mendoj, domethënë kjo është mendimi jam që unë mendoj që Kosovës i duhet një qeveri e cila ka një stabilitet për të ballafaquar me këtë që po ndodh. Jo, e keni në Gjermani, për shembull, po marrni krahasim me Gjermaninë. Në Gjermani, kancelari Jashëm Merz po bën një koalicion me partinë e cila ka dalë tret të Olaf Scholzit dhe e cila ishte në pushtet deri tash. Tash paramendojeni Gjermaninë që ka stabilitet, që ka ekonomi të qëndrueshme, që është promotor i Bashkimit Evropian, po bën koalicion partia e parë me tretën. Kush jemi ne në Kosovë të vendosim vijat kuqe njëra tjetrës, thotë që na nuk jemi shqiptar të Kosovës, po jemi parti ku ta dione nga Rusia, Kina, ku ta dione. Po këto vijat e kuqe mendoj që janë të dëmshme në këtë situatë. Partitë politike duhet të gjejnë një model të bashkëpunimit, sepse Kosova nuk është as e Albin Kurtit, as e Betri Hamzës, e as e Lumir Abdixhikut. Kosova është e qytetarëve të Republikës Kosovës. Sikur se jemi ne, Shqipëria, Kosova, janë vende të vogla. Prandaj. Po, zoti, unë do edhe një opinionin tuaj, zoti Hajrullahu, si një njohës shumë i mirë i politikës, i skenës politike në Kosovë. Ju thatë pak më herët që qytetarët e Kosovës votuan, mirë po asnjë prej partive politike nuk ka mjaftueshëm vota që të qeverisë vetme. Kjo është fakt, tashmë dihet, edhe pse vetë vendosja rezultoi forse parë fituese, por nuk mund të qeverisë, ndryshe nga 4 vite më parë. Kështu që pyetja që unë kam është, çfarë ndodhi? Do me thënë, përse qytetari i Kosovës nuk ja besoi, nuk i dha besimin e plot sikurse para 4 viteve më parë vetëvendosjes, e nga ana tjetër, asnjë prej partive të tjera që deri tani kanë qenë në opozitë, po deri dje kanë qeverisur Kosovën, janë parti tradicionale të Kosovës të konsideruara të mëdha, vazhdojnë të mbeten në opozitë. Sa do të mbesin në opozitë partitë opozitare derisa ne korrigjojmë, kjo vetë për të parë. Por që gjithsesi nuk fituan, nuk rezultuan forse parë fituese, kanë qenë deri diku. Mendoj që shoqënia në Kosovë është ndërtuar e tillë që nuk ka një parti e vetme që mund të fitojë dhe kjo ka ndodhur te lëvizja vetëvendosje dhe natyrshëm që pas 4 vjetësh në pushtet nuk mund të përsëritë ajo çfarë kishte ndodhur në vitin 2021. Dhe natyrshëm populli në Kosovë tha që duhet të ketë një bashkëpunim sa i përket qëndrimeve dhe temave. Dhe unë mendoj që nuk është mirë për këto vende tona si Shqipëria, Kosova, Maqedonia, Serbia që një parti e vetme të udhëheq, sepse nuk është e ndërtuar ashtu të ketë shumicën. Unë mendoj që në demokraci duhet të ketë parti të cilat janë të ndryshme brenda koalicionit qeveritar, edhe ato do ta kontrollojnë njëra tjetrën më shumë, por edhe do të ndohet ajo që njihet si le të themi kulaçi i shtetit. Pra, sepse një parti e vetme do ta ketë të gjithë infrastrukturën e shtetit, buxhetin, po jo edhe të tjerë. Kështu që kësaj radhe mendoj që kjo ndodhi. Pse lëvizja vetëvendosje nuk mori votat, ishte e ditur, kjo realisht. Të gjithë ata që kanë qenë njohës të rrethonave me të drejtë kanë menduar që lëvizja vetëvendosje do të jetë dikon aty përafërsisht 40 deri te maksimalisht 45%. Pse është e ditur? Pse thoni ishte e ditur? Po, shikon, nuk mundesh mas 4 vjetë mi thonë gjërat e njëjta me premtu diçka që se ke bo, pra njerëzit jetojnë në Kosovë, ata nuk kanë shku dikon tjetër për me pa ndryshimet. Pse lëvizja vetëvendosje mori këto votat, pra kaq shumë, mos harro, 41% është shumë për Kosovën, sepse njerëzit kanë njerë o vendosaj standardi 50% në të kaluarën, 41% është shumë me partinë e dytë që i ka 22%. Pra dallimi mes partisë së parë dhe partisë së dytë është 20%. Është shumë e madhe. Që çdo që të jetë, është shumë e madhe për lëvizjen vetëvendosje kjo. Dhe pse, por gjithashtu populli i tha lëvizjes vetëvendosje i çoi mesazh që nuk ta jep më besimin që e kishte para 4 viteve. Kjo po i bie që po i kërkon lëvizjes vetëvendosje një bashkëpunim,
Pra nuk mundesh të udhëheqësh Kosovën, le të themi se Kosova nuk është parti republik monarkiste. Kjo i bjen që është republik parlamentare. Duhet të ketë bashkim mes forcave politike ekzistuese në Kosovë. Ndërkohë që pse partitë opozitare të deri tashme nuk arritën, le të themi ta sfidojnë mjaftueshëm zotin Kurti, është që dorën zamër Partia Demokratike e Kosovës e ka një rritje solide me zotin Bedri Hamza, ndërkohë që pritjet kanë qenë shumë më të mëdha te Lumera Blegjiko dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, e që nuk ndodhe. Është një rritje prej 4-5% për këtë parti, por megjithatë nuk është ajo rritje e cila e kënaqi jo vetëm Lidhjen Demokratike të Kosovës, por as leadershipin e tyre e as njerëzit që i kanë votuar.